Tema shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe turnin Këshia Show. Faleminderit shumë publikut që gjithmonë na ndjekin, por faleminderit edhe Kecit që na noli një orë rrymën, edhe na i vanoi emisionin na shtytit, duar të kitje për Kecin. Faleminderit edhe sponsorët tonë atyre që mundsojnë këtë realizim të emisionit dhe na sillin çdo javë, është Ujë Sibura, një shishe Ujë Sibura, është një hap drejt jetës së shëndetshme, përndryshe Ujë Sibura është prodhim vendor, duar të kitje nëse doni për prodhimet vendore. Është po ashtu prodhim vendor pija aronika 100% natyrale, me veti sheruse, comme thonë edhe më herët. Kush i di vetit sheruse të aronisë, din që janë shumë të mira veçanërisht për smundjet e kancerit. Pronori Sat Berisha ka orë nga Zvicra dhe ka investuar në Kosovë jo vetëm për me shit pije, por edhe me shëru njerëz. Do të kitje e molle për është butiku Shine në Gjakov, që e gjeni në Instagram me çmime shumë të lira dhe produkte shumë kualitative. Veçanërisht te butiku Shine gjeni rroba për femra, modelet më të reja i gjeni te butiku Shine. Do të kitje edhe kjo është prodhim vendor. Prodhim jo po butik vendor. Si dhe është kafeteria më e re që tash është hap tek Moti, tek rruga Mat, është kafeteria në Mat, edhe restorani më i mirë për momentin në Prishtinë. Do të kitje e molle për sponsorët tonë. Shikues të nderuar, sonte do të flasmi për një temë shumë interesante, me që jemi në prag të pashkëve ortodoks, di më herët kanë pashkët e krishterë të katolikëve. Sonte do të flasmi për pashkët dhe jemi në vigjilje të një vjetorit të themelimit të kishës autocefale të Kosovës. Për me diskutu mbi këtë temë, sonte kam të ftuar musafir shumë special. I pari është normalisht peshkupi dhe jesia jonë, Nikola Xhufa, ftojmë me dorë të kitet më. Nderuam, faleminderit shumë që jeni. Respekt e faleminderit shumë. Si dhe musafiri dytë për sonte është politologu i njohur, profesori jonë i nderuam, Nezmettin Spahi, ftojmë me dorë të kitet. Faleminderit shumë që jeni. Respekt e faleminderit shumë. Apo ja bëm pak kështu profet ajo. Faleminderit shumë që erdhë. Faleminderit juve. Kërkojmë folje se pak është nol rrymë apo çka më bë. Gjëra që ndodhin janë këto vendoja. Është e mirë që na mirë kuptojmë se gjithë jetojmë në Kosovë. Ne me përshkop të jetojmë në Kosovë tash. Po, në Kosovë dhe na kanë ikë ka pas raste edhe 2 ditë dritat. Në Mitropoli 2 ditë s'kemi pas drita. Po ju e keni të mirë, pashkët i festoni me qirin. Me qiri, kështu që edhe nëse na ikin dritat, ne kemi Bile unë mendoj që ju e keni zbuluar çto më në rrymas. Shiko, ne edhe po iku rryma kemi qirint. Edhe po mbaruan qirit, s'kemi nevojë për dritë. Faleminderit shumë që keni orë sonte. Se kemi dritën e Zotit, kështu që Po e fillojmë nga ju peshkop, mirë se jeni, faleminderit shumë që jeni. Faleminderit juve. Sepse pak a shumë tash do të më fol pa modesti fajturi për të mirë, është edhe emisioni jam, edhe unë, që është themelu kisha autocefale e Kosovës, ti besoj e din? Po, patjetër. Edhe kjo është arsyeja pse të kemi ftuar. Është kënaqësi gjithmonë që takohemi edhe njerëzit mendojnë që ne takohemi shpesh, po kjo nuk është e vërtetë. Takohemi rrallë dhe për mall, po kur takohemi bëjmë emisione të bukura. Që është ajo thonë jam falë që për të ndërpres jetojmë të dy në një qytet dhe rrallë që jemi sa rrallë. Sa rrallë. Poezia se obi ka shiura mbi çelçe, mos ashtu? Po. Kështu që kënaqësi që takohemi edhe bisedojmë edhe të falenderoj që më thirrë edhe në këtë kohë se neve vazhdojmë edhe jemi akoma në kohë kreshme, se s'ka ardhur e diela. Ende. Po. Të dielën janë pashkët ortodoks. Faktikisht neve kemi një javë që i themi java e madhe dhe shenjtë, që zakonisht në Kosovë nuk dihet fare se çfarë është. Po ato që ndjekin kishën e Kosovës nëpërmjet Facebookut e din. Dhe të premten festojmë të premten e zezë, që kujtojmë vdekjen e Krishtit në kryq dhe përgatisim epitafin. Epitafi është arkivoli i Krishtit në mënyrë simbolike dhe shërbesa bëhet në 5:30 në mbasdites në Mitropolinë e Prishtinës. Gjithashtu edhe për ngjalljen e Krishtit, të shtunën në darkë, në orën 11:30 të darkës, fillon mesha e shenjtë, edhe është hera e parë në Kosovë që mbahet mesha e ngjalljes Krishtit. Sigurisht në profesori na të ftuar. Të gjithë janë të ftuar, patjetër. Po a mundesh me numëru para se me kalu tek profa, a mundesh me numëru sukseset e kësaj kishe se ju jeni në vigjilje të një vjetorit themelimit të saj. Cilat janë sukseset? A keni pas domethënë mbështetje apo përkrahje financiare për shtetit apo në një formë tjetër? Jo, mbështetje financiare nuk kemi pas për shtetit, edhe nuk mendoj që do kemi ndonjëherë sepse shteti është laik.
Por patjetër e vetë ekzistenca e kësaj kishe është një sukses më vete, ose ekzistenca e kësaj kishe është një sukses më vete. Pra, në këtë kohë të arrish të kesh Mitropolinë Ortodokse në zemër të Prishtinës, me të gjitha kushtet që i nevojitet një mitropolie, me këmbana, me çdo gjë, është patjetër një arritje. Por arritjen e quajmë edhe pakëzimet. Ne kemi bërë dhe shumë pakëzime në mitropoli, disa janë bërë publike, disa nuk janë bërë publike, sepse sigurisht, siç edhe ju e dini, pakëzimi është diçka shpirtërore, pakëzimi është diçka private, individuale. Unë them që besimi fetar është si marrëdhënia bashkëshortore. Është hyjnore, e shenjtë, intime dhe private. Mua nuk ka që më duhet ku beson ti, për mua rëndësi ka që ti besosh një Zoti, feja është diçka private, është diçka individuale. Edhe pakëzimet që ne bëjmë në Mitropolinë Ortodokse janë sigurisht private, shumica prej tyre. Pra ne nuk e postojmë në faqen tonë. Sukseset cilat janë? Ti thash, vetë ekzistenca e kësaj kishe, pakëzimet. Është një nga sukseset. Këto janë disa nga, por që këto janë kryesore. Pra, kupton sepse edhe që të jetosh sot, është ose të ekzistosh sot, është sukses. Kështu ka lutë profesori. Është sukses. Profesor, faleminderit shumë që erdhe, se të lam shumë me prit kërkoj folje. Jo. Cilat janë të mirat apo përparësitë e kësaj kishe auto që fole në Kosovë? E para, do të thonë, vetë formimi I kishës ortodokse auto që fole të Kosovës është një, si të them, vull shtetit Kosovës. Japet një, sepse për dallim prej komuniteteve tjera fetare, që janë fe universale, kishë ortodokse është gjithmonë kishë kombëtare. Edhe të kesh një kishë kombëtare, dhe më thonë të këtë regon që je kom, edhe ju dini që lufta Rusi-Ukrainë ka fillu atëherë kur u njoft kisha e Ukrainës. Dhe më thonë kur Rusia nuk pranoj që Ukraina të kishte një kishë me vete, sepse djetë Rusë të Ukrainaset janë raportet si Shqipnia me Kosovën, doj vllazën në me veti, gjuhës e gjakut. Por, kur filluan Ukraina me bo kishën e vetë, atëherë Rusia nuk u pajtu me këtë. Ne nuk e kemi këtë problem, sepse Shqipëria njeh Kosovën, e njeh shtetin e Kosovës, është e kënaqshme me pavarësinë e shtetit të Kosovës, dhe fakti që është kriju kisha ortodokse e Kosovës, kjo është një ndihmesë e madhe për shtetin e Kosovës në radhë të parë. Prandaj gjesti I hirësisë e tij, Nikola Gjufka, është jo vetëm human, është patriotik, edhe që shteti I Kosovës duhet me vlerësu së tepërmi. Në pritet që organizon të zonë presidenca ose kryeministri I Kosovës do duhet të ftohej së bashku me liderët e tjerë fetar këtu në Kosovë. Dhe pa marrë parasysh që drejton një komunitet të vogël, kryesisht janë ortodoks të naturalizuar nga, domethënë kosovar të naturalizuar, do të them shqiptar nga Shqipëria, që janë martu qoftë vajza, qoftë djemë, që janë martu me shqiptarët të Kosovës, dhe ka dhe të pakzuar, domethënë që ka marrë fenë e grus ose fenë e burrit, edhe janë pakzuar në E ke thonë në diçka interesante procese të ishta më ndërprej këtu në emisionin tonë, ke thonë që Nikola Gjufka është person hal në sy për serbët. A është e vërtetë? Natyrisht, për serbët jo, për njerëzit po mendoj të rëndom të jo, po për shtetin serb, I cili nuk e njeh shtetin e Kosovës, kjo natyrisht që është hal, edhe prandaj shteti I Kosovës është dashur me marrë në mbrojtje, me pas në kujdes, edhe sepse kisha serbe, nuk është kishë serbe e Kosovës. Është kishë e Serbisë që ka prezencë edhe në Kosovë. Si që ka për shembull kisha shqiptare prezencë edhe në Amerikë.
ose dhe kisha sërbe, për shembull ka kisha të veta. Po manastiret, profesor, manastiret janë tona, sigurisht janë tona. Po, jo, fatkesisht nuk janë mo. Ato kanë qenë, por do të kemi parasysh që ekipi negociator në Vjenë atëhere i ka dorëzuar ato. Është pajtuar që këto kisha e manastire me i taku kishës së Sërbisë. E marrëveshja urit? Jo me qenë kisha ortodokse të Kosovës, si kur të kishin qenë Ahmet Zogu, Fanoli, politikanë të kohës ka që pak patriot si këta politikanë tonë të shekullit 21, tash nuk do të ekziston të kisha autoqefalje shqiptare. Ajo do të ishin kisha dhe manastirat ortodokse në Shqipëri do të ishin pronat të kishës greke. Por, Noli, Zogu, të gjithë politikanët e kohës, përfshi edhe Esat Pashën edhe shumë të tjerë, ata ngullën kom që kisha ortodokse, kisha dhe manastirat ortodokse në Shqipëri duhet të takojnë kishës shqiptare dhe jo dhe kishës greke. Luftuan deri në vitin 1937, kur më në fund edhe kisha tjera të botës e pranuan autoqefalin e kishës shqiptare. Prandaj, shikoni, veç duhet të bëjnë një krahasim. Fanolin e kanë quajtur njeri jo serios, avanturier, sharlatan. Po sharlatan, të gjitha këto epitetet që unë i dëgjoj që i thojnë për Nikola Gjukën. Por, ta dini se kështu ka filluar dhe kisha shqiptare, njësoj si ka fillu kisha e Kosovës. Dhe jo vetëm kisha e Kosovës, kisha ortodokse e Kosovës, po edhe kisha bulgare, ashtu, udhëheqësit e parë fetarë të kishës bulgare, janë quajtur sharlatan, janë quajtur njerëz jo serioz, janë luftuar e tjerë, madje përfshi këtu edhe kur u kriju dhe kisha greke në vitin 1850, ajo bulgare 1870. Themi tek Gjufka, më falë profesor, se ma nxjerrën i pyetje shumë mirë. I përmeni profesore po thuaj se gjithë kishat, domethënë që janë patriarkona slave. Dikush kush e sheh këtë emision mund me pyet, po mirë kë ka shqiptarët patriot i vërtet, Nikola Gjufka, po nga e morr peshkupin më po peshkup. Kush ja dha? E dim na që Rusia aty sta apo por? Bullgaria sta. Po. Kisha greke sta, me siguri. Kjo është një pyetje shumë e këndshme. Kisha ortodokse në tërësi ka kanone, pra ka rregulla të pathyeshme dhe të patjetërsueshme. Unë jam bërë prift në Elbasan. Kurse peshkop për shqiptarët e Kosovës, unë jam emëruar nga kisha ukrainase. Kisha ukrainase? Në Palermo. Nuk merren fare me ato që thonë jo është kishe liqme, pa liqme, atë e di shteti i Kosovës. Një ndërta ka thonë edhe miku, po besoj që miku i Necmettin Spahijut Veton Surojit, e din që ka thonë diçka. Veton Surojit. Po, e di unë. Ka pasur shumë gabim. Unë në këtë pashk, me që më kujtove Veton Surojin, Berat Buzhala, një që është nga Prizreni, si e ka emrin, e harrova, i ftoj të gjithë të vinë këtë pashk në Mitropoli. Edhe me tunja. Pa tjetër të vinë, unë i ftoj të vinë në Mitropolinë e Prishtinës, në qendër jemi, afër jemi, ju makinat i keni, edhe nëse nuk keni, një minutë lutem, edhe nëse nuk keni makina, ato ju asigurojmë ne si kish, vetëm që ata të vinë edhe të shikojnë se si ne i bëjmë mesh. Bravo, kjo meriton të otërgjitje, bravo. Profesor, thamë pak më herët për veturin, ju nuk pajtuni, sigurisht me Veton Surojit. Jo, as pak, po ndaj, para ndoshta ka se e mendon veturin nuk e, akoma nuk e ka të qartë që shteti i Kosovës nuk është shtet rastësor, ose aksidental, si që e ka quajtur. Është gabim. Është shtet i vullnetit të shumë njerëzve dhe i përkrahur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende tjera. Dikush mendon që aksidentalisht u kriju shteti i Kosovës, se ka dashur me kriju bashkim me Shqipërinë, e tani i doli shteti i Kosovës. Po unë edhe shumë të tjerë që kanë luftuar pikërisht për më kriju shteti i Kosovës,
na e kemi arritur suksesin që me bo këto, me miq, po të gjitha shtetet tjera janë bo me miq, edhe Serbia u bo me miq, edhe Greqia u bo me miq. Absolutisht vetë, së më bon kur gjanjë. Të gjithë kanë pas përkrahit dikujt për të bo të çka janë. Po tash, unë nuk i kam faj atyre të cilët, për shembull, kanë luftuar që Kosovë më bashku me Shqipërinë, s'u bashku. Se kanë arritë, kanë hup luftën. Ai që ka luftuar që Kosova më bëj shtet i pavarur dhe sovran, çaj e ka arritë synimin e vet. Edhe tash, jo të gjithë vetoni thotë që shtet aksidentale. Dhe ai rrjedhimisht është se s'mundet me pas një kish në Kosovë pa aminin e Kishë serbe. Jo, kishë shqiptare. S'kan lidhje këto. Po kjo nuk ka lidhje. Kisha autoqefale e Shqipërisë është e Shqipërisë. Prandaj quhet autoqefale. Po, e pavarur. E pavarur, absolutisht. Por kisha autoqefale e Kosovës është e Kosovës. Po të bëjmë me besimtarët ortodoks të cilët i takojnë së kishe, në ratë të parë shqiptarë. Ndjes, profesor, që të ndërpres. Kisha e Shqipërisë, që ta kuptojnë ata që nuk e din, kur mori autoqefalin, pra pavarësin, një nga kushtet që ishte për marrjen e pavarësisë ishte Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Ka jurisdiksionin e saj shpirtëror dhe kanonik brenda kufirit shtetëror. Ju do thoni, po Kisha e Fanolit që është në Amerikë, Kisha e Fanolit që është në Amerikë, me shohet në 3 gjuhë, pra me shohet anglisht, shqip edhe rusisht. Kisha e Fanolit në Boston i përket sot që flasim jurisdiksionit të kishës ruse, Patriarkanës Ekumenike të Konstantinopolës. Nuk i përket kishës së Shqipërisë, as asaj të Kosovës. E çka mendoni ju, Peshkop, se tham pak më herët profesori foli edhe për manastirit. A mendoni që në tarmën, dhe me thonë manastirit që ju kanë mbetë serbëve me menaxhu, ka me kom piknisje për një luft apo konflikt të ri ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Nuk besoj që do ketë luftë, por unë mendoj që kishat e Kosovës, ose kisha ortodokse autoqefale e Kosovës, do të veproj si që ka vepruar kisha ortodokse e Ukrainës. Pra, ne, kur të vi momenti i duhur, do t'i drejtohemi kishës nën, Patriarkanës Konstantinopolës, për të kërkuar autoqefalin. Dhe pastaj është ajo që do të vendosi, ndoshta ajo mund të thotë që ne ju japim nesër autoqefalin, po Xhufka duhet iki. Po. Ke po thirrje në herë para se me kalu të profesor, ke po thirrje këtu prej emisionit tonë që gjitha manastiret që janë Kosovë dhe që udhëhiqen nga serbët të kontrolluar se atje mund me pos armate me kështu? Unë këtë kam thënë, jam drejtuar kryeministrit atëherë, Albin Kurtit, po, dhe ashtu doli, sepse mbas disa ditësh doli manastiri Banjskës. A vazhdon ai mendim i juve për kishat për manastir? Po, manastiret serbe duan kontrolluar të gjitha, sepse ja kam thënë për vetë qirive ke edhe ca armë. Po pa tjetër që është, ti do thosh nga e di ti, unë e di sepse unë e di si mendon kisha, edhe unë, nëse do isha në vend kishës serbe, jo kështu, po do bëja ende më keq, unë e pranoj, nuk po i fshihem, edhe kisha serbe, që ka bërë ato që ka bë, ose bën këto që unë i kam ftuar serbët, na vinë edhe për vizitat atje në Mitropoli ortodokse. Edhe serbët i kanë ftu, edhe romët i kanë ftu, edhe egjiptianët i kanë ftu, muslimanët, gjithë i kanë ftu që të vinë në kishën ortodokse autoqefale të Kosovës dhe ta shikojnë vetë të vërtetën me sy. Ne nuk po themi pralla, pra kisha e Kosovës, ose kryepeshkopi i Kosovës, sa do i madh, i vogël, i trash, i hollë qoftë, është një e vërtet e patjetërsueshme. Pra ti nëse do kalosh në lagjen Ulpiana, në rrugën Filip Shiroka, aty do lexosh një tabelë që thot kisha ortodokse autoqefale e Kosovës. Po, shpeshherë profesor ky thot, domethënë, unë nuk i di ai kohë por thot, o kom një kerr i Beogradit aty ka nejt para kishës. Jo, ne kemi bërë. Ka mujt bukombre ai i Preshevës i ka pos dojt këtu. Ti diçish ajde më ka një kohë. Ka që ketezët. Po, ne kemi çdo incident, edhe ai me makinën serbe që është parkuar në përballë derës Mitropolis. Ne jemi në një marrëdhënie
ligjore, normale, me policinë e Kosovës. Dhe gjej rastin të falenderoj, edhe të bekoj shtetin e Kosovës, policinë e Kosovës, sepse kanë një gatishmëri të jashtëzakonshme. Dua një duar trokitje. Duar trokitje, bravo. Ta vesh me profesorin për këto që kanë dhënë. Profesora, mendonte që këto e vëzhgojnë serbët her pas here? Nuk po di tani për këto, po sigurisht që natyrisht për Beogradin kjo është shumë e rëndësishme, edhe mundohen që ta mbajnë, domethënë mos ta bëjnë shumë të madhe këtë punë. Po prandaj kryeministri i Kosovës do duhet ta priste në zyre e para, edhe të shkonte në zyre për Pashkët, tani që është edhe një vjetori. Tani urojmë të na vijë edhe kryeministri se u bë viti. Kryeministri vjen avio sa s'besoj. Vjosa s'është më presidente, po Vjosës ja kam dërguar kur profesor ndjes që ju ndërpres, po kur unë e emërova si peshkop i Kosovës, i kemi dërguar edhe letër presidentes. Vjosa Osmanit, edhe nuk na është përgjigjur. Po profesor, është një vjetori i kishës autoqefalit të Kosovës, kryeministri do duhej që të shkonte për Pashkët dhe ta priste në zyrën e tij. Domethënë tek atëherë sigurisht që reagimi nga Beogradi do të vinte më i madh, më i bujshëm. Po kjo njëjta gjë vlen edhe për kryetarin e parlamentit dhe ushtruesin e detyrës së presidentit, dhe po ashtu kjo gjë do duhet vlen edhe për bashkësi tjera fetare. Shumë për mëftiun Naim Tërnava, edhe për Dot Gjergjin do duhet që për Pashkë të shonin ta vizitonin. Për Krishtlindje nuk na kanë ardhur, për Krishtlindje. Asnjë nga bashkësitë fetare. Ja, profesori ka qenë. Profesori nuk është bashkësi fetare. Profesori është profesor. Po edhe po. Jo, du t'ju tregoj diçka që s'e kam treguar. Ke posë edhe figurat jashtëzakonshme aty, nuk është që s'ke posë. Patjetër. Por unë kam telefonuar, është era parë ashtu që po e them kështu publikisht, edhe zotin Naim Tërnava, kryetari me kryemiftiun e Bashkisë Islame. Më është përgjigjur me shumë respekt. Patjetër e falenderoj, por nuk na ka ardhur. Tash arsyet, mos e ke thënë Ramazan. Jo. Jo, po. Arsyet i din vet. Edhe unë i di pse janë këto shmange. Arsyet janë thjesht ata s'podojnë me acaru marrëdhëniet me kishën serbe. Kjo është arsyeja. Sepse domethënë vetëm kish konkurrente me kishën se na këtu në Kosovë nuk kemi as kish greke, s'kemi as kish bullgare, s'kemi as kish ruse, as kish armene, as rumune. Vetëm kish që i bën bolla sa. Kemi as kish shqiptare. Kemi vetëm kishën e Kosovës edhe kishën serbe. Edhe kështu që kisha serbe druhet se në një moment caktuar kur shteti i Kosovës forcohet i shpall këto luft. Jo i shpall luft, po i shpall në aspektin e mirë që pronësinë mbi kishat e manastirat ja jep kishës Kosovës. Edhe siç ka ndodhur në shumë, për shembull kur ka dashur me bë këtë gjë, ka dashur me bë edhe Gjukanovićin në Maltezi. A mund me ndodhë kjo profesor dhe të na? Mund me ndodhë, po unë për shembull me qenë president i Kosovës, që kam premtime shumë atë mëdha se këta që po dojnë më bë, këtë nuk isha mujt me premtu, sepse kjo është vërtet një diçka që shteti i Kosovës e ka nënshkru. Në sen që e ke falë, me marë përsërije, është kogja domethënë e pa dobishme. Çka mendoni se çtu deshta mund të ndërprej? Për atë deklaratën në Nadrashiqit, çka mendon që tha kryeministri mi ka thonë për shkak të onën 24 hektarë? Po mirë ai ka thonë, po mendoj në shkak. Ka ropi shmurit. Po s'ka rëndësi tash ai nuk është faji aty Albin Kurtit, është faji i gjykatës supreme, i gjykatës kushtetuese, që ato e kanë dhënë ato. Edhe na nuk i diskutojmë aty ku problemi, po këshyrim jo ku Arusha, po ku janë fërkem të Arushës. Tash kur e ka dhënë gjykata kushtetuese, ajo do të me zbatuat vendim.
une, po të kisha qenë gjykas në gjykatën supreme, ose gjykatën kushtetuese, nuk e kisha miratuar atë vendim. Po të kisha, kur ma kish bo gjykata supreme dhe gjykata kushtetuese, po të kisha qenë kryeministër, e kisha zbatu, sepse ti nuk ke mënyrë tjetër s'munësh me konë shtet, nëse si zbaton urdhrat e gjykatave. Problemi jo që na do të me i përmisu gjykatat. E jo, hajtë në gjykatat bojnë që ka dojnë, e na vendimit i zbatojmë ose si zbatojmë. Edhe këtu, do më thonë, udhëheqësit e Kosovës kanë bo gabimin fatal, jo patriotik, kur kanë pranu që kishat dhe manastiret ortodokse të Kosovës me taku kishët sërbe. A e dini kur jenë bo kishat dhe manastiret i ka morë ortodokse në Kosovë i ka morë kishat sërbe? A e den ti... Kur? Çka më ndonë, kur? Ato s'kanë qenë në të kisha sërbe, sepse kisha sërbe u kriju tek në vitin 1879. E kur kanë vendosur? Në vit mas lidhjes Prizrenit u formu kisha autoqefalia. Kur ju kanë marrë? I ka marrë në vitin 1921. Në mos që pas kanë ndonë as ta politikanë të që i 21. Po atër i ka marrë me zorë, sepse në vitin 1912 i ka pushtu Serbia Kosovën, në vitin 1918 i ka pushtu sërish, edhe mbreti sërb, Aleksandar Karađorđević, e ka shpall krejt, ka thonë, kishat ortodokse që ndodhen në teritorin e Kosovës, të Macedonisë, kishat e ortodoks edhe manastiret e kishës malazeze, dhe kishat ortodokse në Bosnjë dhe Hercegovinë të gjitha shpallën pronë të kishës sërbe. Edhe na, kër e kemi shpallë pavarësin, ndamin nga Serbia, ke mujtë me shpallë, me thonë, tash, kishat dhe manastiret ortodokse në teritorin e Kosovës nuk i takojnë kishës sërbe, sepse as Kosova nuk i takojnë Serbis, prandaj ato do t'i takojnë kishës të Kosovës. Po, ne jemi vënu, ata kanë nënshkru, je kanë miratu edhe Gazimestani, për shumë, shikoni që ka është një sene interesant. Për shumë, vis-a-vis e kemi tyrbën e Sultan Muratit, aty ko vari i Sultan Muratit, të parë edhe përmendorën e Gazimestanit. Tyrbja e Sultan Muratit nuk është monument kulturor i turk, është monument kulturor kosovar. I Kosovë. Kurse, ajo përmendore e Gazimestanit, aty është monument kulturor sërb. Do më thonë, ajo i takon Sërbis si monument kulturor dhe jo Kosovës. Pse? Dhe të thosha, sepse politikanë tonë kanë pranu, kur bo plani atësor, kanë thonë, okej, jepja dhe këto, se vi që në shku me bo atje në poza në Vjenë, edhe nuk kanë qenë të kujdes shumë. Prandaj, në qka duhet, dhe më thënë kisha, nuk mendoj që na të pak të një tani, dhe më thënë, me pretendu kishat e manastire që janë tash i ka morë kisha sërbe. A duhet me kontrolu që po thëtë Peshkovi? Duhet me ndihmu kishën kosovare, me i maru kishat, me i financierisht qeveria duhet me ndihmu, sepse në kushtetutën e Kosovës... Po veç a komosi, falë për sa, komosi më na i morë neve të anë që të kisha. Se me që kisha. Me në morë, dhe sa se merë shtetin e Kosovës, vishtë e morë të Kosovën, atër na i merë edhe kishat, edhe gjamijet, edhe kretë. A duhet me po thiri sikur Peshkupi me u kontrolu manasiret, që u dheqen nga sërbët? Ajo që është politikë, unë po flasë për qështë e kishës. Po më ndronë temen. Qeveria neni nënë i kushtetutës Kosovës thëtë Kosova është një shtet laik, barabartë ndaj feve. Mirë po, i përkra, thëtë i barabartë ndaj feve, neni nënë thëtë shteti Kosovës i përkra fetë tradicionale në Kosovë. Mesin e feve tradicionale në Kosovë është edhe kush janë. është Islami, është katolicizmi dhe ortodoksia. Këto në fejt tradicionali në Kosovë. Dhe në këtë bazë, në bazën e këtij nenit kushtetutës, qeveria e Kosovës mundet edhe duhet me ndihmu kishën autoqefale të Kosovës.
duhet me ndihmu. Nuk ajo ka ndihmu për shembull kur ke rasti Bonjskës, që ndodhen ato. A mund me ndonë në rasti Edhe tha që Ministria e Kulturës e Kosovës tha dëmtimet që në bo, na i kompenzojmë. A mund me ndonë në rasti i tillë, profesor, për shembull? Po duhet me ndodhë, jo që mundet. Duhet me ndodhë. Jo, po a mund me ndonë në rasti i tillë, sikur Banjska për shembull. Prandaj po thot Peshkupi që duhet më kontrollu kishat. Në po flasim për kishën e Kosovës. Po që kjo është temë. Kisha e Kosovës. Jo, është temë, bash tema është. Jo, kisha e Kosovës. Kisha e Kosovës. Kisha e Kosovës nuk u bë për me luftu shtetin e Kosovës, po për me forcu shtetin e Kosovës. Jo, nëse në të thonë për kishën e Kosovës, në të thonë për manastiret që udhëheqin serbët në Kosovë, që janë tunat. A do të më kontrollu as do, sipas juve? Janë kon tonat, si janë tonat. Pa a do të më kontrollu, profesor, po ju? Una? A do të më kontrollu për shtetit Kosovës, po ju? A do të me pas mbikëqyre kush po e kush po der? Shteti Kosovës do të me pas mbikëqyre, do të me funksionu si shtet. Për kishat e për xhamia të përkej. Mirë keksin, pastaj merremi. E tha pak më herët profesori, tha kisha autocefale kombëtare. Kombëtare profesor, kom Kosovës a kom shqiptar? Kom Kosovës, kom shqiptar e ka kishën e vet. E ka Joanin. Zyrtarisht po. Ha? Patjetër, zyrtarisht po. Ne jemi shtet, se kur them ne tash ti, edhe unë jam blok kosovar i vogël në thonjza. Kështu që kur themi shteti i Kosovës, do të thotë që ne kemi parlamentin, republikën, flamurin, herojnët, etj. Edhe duhet ta respektojmë. Pra nëse unë që jetoj në Kosovë nuk respektoj ligjet e Kosovës, atëherë unë jo që nuk e dua shtetin tim, po unë edhe ofendoj edhe veten time, sepse tregoj që jam qytetar i mirë. Pra ti pajtohesh me kombin kosovor, a? Kombi kosovor. Shiko, kjo është kish, a dhe që të më thonë, është kish kombëtare. Së mund me konë, nuk është etnia, Nikola Gjufka, Irsia ti, edhe unë, edhe ti, kemi një etni, një gjuhë, një gjatë, jemi shqiptarë, të gjithë. Si që është edhe shqiptari i Amerikës atje. Pa i shqiptari i Amerikës atje, lufton për ushtrinë amerikane. Ose shkon e falet në atë kishën atje, kishën ruse, që është ose cilën në nësë ortodoxe, se në gjami të Amerikës të tjenë. Por ne përdej sa pretendojme pas shtetet veçanta, kishat veçanta, përfaqësim në kombet e bashkume, në do kur kombet e bashkume, në shkujme flamur Verdhe 4, nuk shkujme flamur Kuqezi, se flamuri Kuqezive që është e vjerën në kombet e bashkume. Shqipnia është antari i kombeve të bashkuara pe vitit 1955. Kur shkojmë në kampionate botërore, na shkojmë me kombëtarën e Kosovës, si shkon Shqipëria me kombëtarën e vet. Tash Sadri, ideja është kjo që ne jemi një kish, pra titulli ynë është Kisha Ortodokse Autocefale e Kosovës, që do të thotë jemi shtet tjetër, parlament tjetër, por njëti kom, njëti etni, e tham dhe pak më herët. Ne pretendojmë për të marrë pavarësi, pra si që mori pavarësi shteti i Kosovës, ashtu do të marrë pavarësi dhe kisha e Kosovës. Njohjen, autocefalim pavarësi. Shiko, edhe Malizi, kisha Malizi, akoma nuk është e njohën, prej asni... Dhe ka 30 vjetë ajo si kish. Prej asni kisha tjetër, sepse njësoj kishat ortodokse, me qenë kisha kombëtare, duhet më njoft për njënë tjetër dhe për kishës patriarkonës. Ekumenike. Po, patriarkone ekonomike. Edhe tek vonë, për shembull, kisha Maqedone, nuk ka qenë një njohën. Dhe para 6 vjetësh. Dhe para 6 vjetësh. As kisha Ukrainës, nuk ka qenë një njohën. Po, edhe kisha... Një pyetje tjetër, profesor, a guxon për shembull tash me vizitu Serbinë tim me që e konë të Gjufka? Po. Se të tha pak marët i kanë holë sy, tash të ty kanë më të morë holë sy. Që e kje misionin bashkë? Po, nuk jam në holë në sy veç për këto, holë në sy jam për shumë vëpimtari që ka të vjetë. Drejt për në ka të se pak si me omorë, për të të vetë se ti s'kallëzat të në. Ata kam përmen kështë gjatë takime që ke post ti si politolog, dhe më thonë në përmet Serbi, kështë në televizione, ata kam përmen Gjufkën. Dëgjo, bonen nuk jem njeri që bëj aktivitetet në shefta.
Jo më pa, ata kanë përmend kështu. Jo, nuk ka rasti më përmend, po ata i din qëndrimet e mia, ma mirë se ti që i din qëndrimet e mia. Jo, si dihesh, për të vetë. Jo, po ti si din se ti si lexon, ata lexojnë. Ata lexojnë edhe e din ata janë më të mëshëm që janë të prap. Po, shiko, ata nëse janë më të mëshëm, janë më të dashës. E dojnë në tyre më shumë se sa shqiptarët që dojnë. E vërtet. A dojnë e vetë. Kështu që kjo është një fakt. Edhe ata kanë bërë shumë luftra për atë dojnë e vetë. E qeni pyetje para se mja bo një surprizë interesant dhe të mirë. Profesor, çka mendoni për çet kishën e që quhet kisha e Miloševićit, që është këtu te biblioteka kombëtare? Shiko, ajo fatparësisht po mendojnë për të nuk është diskutuar në bisedimet kur është në Vjenë. Edhe nuk është po mendoj trajtuar, si më thonë. E kem kërkuar neve s'na kanë dhënë, e dep e shkupi. Edhe po mendoj ka met si një çështje pas zgjidhur, cilën shteti i Kosovës kish mujt me ne veprim të guximshëm mja dhon, po mendoj kishës autoqefale të Kosovës, edhe kjo kish me qenë një send kogja hapi guximshëm, po që kish me trazue shumë shpirtra, edhe ndoshta mirë, po nuk është për momentin menaxhem luftë të hapur me Serbinë, edhe kjo mundet më bëvesh në një moment kur Kosova i shtrëngon mirë rrypin, domethënë, edhe bëhet gati që mundet me pas një reagim jashtëzakonisht të ashpër nga ana e Serbisë. Pse po nuk është menaxhem tyre, tha pak më radh. Po s'është, po megjithatë reagimi i tyre nuk është që mungon. Ai reagimi, shikoj, ju keni me pa reagimin. Nëse tash Albin Kurti vjen për pashk me vizitue autoqefalin, keni me pa cili ka me qenë reagimi i Serbisë. Nëse vjen. Unë e këshilloj me shku. Tash, unë me konë ventir, unë isha shku. Po më doj, me konë kriminist. Unë jam shku si person, isha shku edhe si kriministër, isha shku edhe si president. Se unë jam njeri parimor, konsekvent. Tash, Albin Kurti, nuk e di, do më thonë, e ka atë guxim me shku, apo jo, por do duhet ta kishte. Çka mendoni me që jemi profesor, po dolim pak mbi temës, po lidhet me këtë temë. Çka mendoni për këtë prishje në ftuhjen e raportit Albin Kurti Vjosa Osmani? Kush mendoni që ku t'i jep drejt? E kam thonë në 100. Po s'ka lidhje, te unë se ka thonë. Po mirë, atë. Këtë rast Albin Kurti ka tratu Vjosa Osmanin, po më pa bo presidente Vjosa Osmani kishte tratu Albin Kurtin, që se ka sefte, ka tratu Fatmir Sejdiun, ka tratu Isa Mustafën, e kish me tratu edhe Albin Kurtin, sepse kish ndërtu bazën për forcën e saj politike. Po për fjalimin profesor të saj, çka mendoni? Që ka thonë, për shembull në një fjalim të saj thotë, kush ka thonë që unë s'ja kam lënë zgjedhjet kur ka dashur ai, çto diçka ka thonë. Po mirë dhe ai ka lënë sepse ai ka dashur me vardis. E ka dosh me vardis, jo, nuk është antikushtetues, është brenda kushtetutës, po. Brenda kushtetutës milion zë kur do neçi, kur do Sadria. Po jo, aty shkon kur do presidenti. Ajo e kalon kur ka dosh Albini, Okrej, sepse ka dosh me vardis për me marr votat e tij më bë përsëri presidente. Tash që ky ka tratuar është çfarë më botash. Më janë spekojt. Jo, si. Dhe vani po shkon drejt zgjedhjeve profesor apo jo? Nuk e di. Nuk e di. Ka shansë që presidenti të ketë zgjidhjet, domethënë, nëse Albin Kurti i jep mundësinë, i jep nënshkrimet që LDK me kandidu, domethënë, ose Lumir Abdigjiku, ose Lutfi Hazirin kanë donë për president, me jep nënshkrimet edhe më... Ose Amerika e që më kena e zarfë të bënë një gjithë që dijet? Nuk e qenë Amerika zarfën bënë. Amerika veç të thëtë për shkamull zbanë më bo filoni, fisteku, po jo celi ko më bo. A, po thaj ka zbanë më bo? Po. Edhe për dikan veç ka thonë që zbanë më bo. Për shkamull, për ka thonë? Nuk po flasë. A është Vjosa? Jo, Vjosa nuk ka mujtë më zgjellë se për këtë Amerikës, mundet më zgjellë dhe Lumiri, mundet më zgjellë dhe Bedre Hamza. Mundet më zgjedhë
edhe kësi... Pa të thuna që ta mërë të zemë të shka dhe? Amerika... Më s'ka thonë për Ramushin? Jo, asë për Ramushin nuk thëtë Amerika, jo se Ramushin... Po për se kishtë më bo kriministër, shiko, a që bëhet presidenti Kosovës, a i du të me posë në gjyrat verë dhe kaltër, jo ku që zë. Më në ishëm duke foli për ato se si ka bërë lëshime delegacionin shqiptar në Vjenë, i Kosovës. Jo, po bërë lëshime vazhdimisht, se rrima s'peman, për që vazhdimisht. Më thonë, tani përmendorja, Sultan Muratit, edhe ajo Gazimestonit janë aty, se nësë 1 kilometër larg njën e tjetrit. Po këta e kanë folë. Edhe tash Varri Sultan Muratit, Tyrbe Sultan Muratit, është monument kulturor i Kosovës. Nuk është monument kulturor i Turqisë, është i Kosovës. Ndërsa ajo kulla e Gazimistonit, aty është monument kulturor i Serbisë, nuk është i Kosovës. Jo, më se dhuj qëto se përnonet rrime apet. Po, do të më pse, sepse ta kanë pranu në Vjenë, kanë thonë mirë, këto le t'i merë Serbia, so problem, na edhe jenë shku me shetit aty, me bo shopping në për Vjenë, edhe kanë bo lëshime. Atëherë s'ka pasë edhe opozitë, në konkret bashkë, në grupi unitetit, edhe prandaj ato nuk mund t'i përmisojmë. Për mi përmisu ato gabime, duhet edhe një luft të re. Edhe një luft të re. Profesor, sot ka qenë 9 prilli, data 9 prilli, dhe është ende 9 prilli, dhe në ora 12, është 9 prilli, edhe ka qenë, dhe me thonë, betejë koshorës që është mbajt me 9 prill, që ka ro heroikisht komandonti jonë Agim Ramadani, edhe për ndër aty ka shku, dhe me thonë, njerëz që kanë festu sene, mirë po, dikush prej luftarëve të vërtet të shqiptarët të Kosovës nuk ka pas fatin me shku. Arsyeja pse, unë sonte e kumftu, ajo është miki emisionit tim, por është me siguri edhe juve, edhe gjithë shqiptarëve. Zakonisht ndodhë që ashtu, ata që janë të vërtetit, atyne nuk ju japin, sa ta nuk ngojnë mas medaleve, nuk ngojnë mas minjohjeve, nuk ngojnë mas famës, sepse ata kanë bo hakikat, dhe më ka bo për zotën, para dhejën. Kurse falcat ngojnë edhe dokën aty dalin para kamerave, edhe bojnë reklama, edhe dokët që në konë farë luftëtarë, farë atëne. A eftem sonte e kem njënën, për e tyre. është luftari vërtet, është steperist i kosharës, me neve sonte Musa Smolli, eftem me dorë të rritit bashkë. Në nëmë e ndërru, më të sejele, falimderit shumë sejele. Profi, a jesë një, më së qo. Musë falimderit shumë që erdhe. Falimderit, mirë më. Tha profesore, ata të vërtetit, tha, nuk i hipet shumë hapësirë, po na të edhin që na gjithmonë të kemi dhonë hapësirë. Veç pse i vërtet. Falimderit shumë, i përshëndes paspori, profin edhe atin Ishti Nikola. Po, Nikola Gjupka. I përshëndes bashkë luftarët e mi edhe betejën e Koshas, njerëz që kanë marrë pjesë atje. Jo ndjem më të mirë të kombit. Kështu që për fat keq. Une falemderit mas pore që ma dhe mundësin ti me marrë pjesë edhe mi përshëndet nga studia jote. I e koni kujdeshëm dhe mi, po është fat i hidhur, pse në këtë gjendje ka devalvu çdo gjë, ka ardhur kështu. Për shembull, kur unë e di mirë si flasin liria ka emën, edhe shoqatat për veteranët e luftës kanë organizuar protesta në Maqedoni, në Tiranë, ne me veteranët rrajshëm e kanë bërë gjithçka, me milionera kanë organizuar autobusa, kanë dhënë dreka darka, kurse sot për shembull luftëtarët më të mirë të kombit që kanë ardhur, sikur unë për shembull për Shtetet Bashkuara të Amerikës, si kum lënë fëmijën e unë kum shit pasonin, kum marr pjesë në luftën e Kosharës, kum pas fatin, si snajperist sot nuk kum pas mundësi për shkak mos organizimit, për shkak ushtretu nafta, u bën e pamundshme me marr pjesë në Kosharë, se duhet me pas financa, me shku, kështu që nuk ka pas organizim, për mi edhe të vetë kena bisedu, s'kan pas pare me shku dhe në Koshare, me festu ditën thymjes kufinit shqiptar. Kjo është për
për keqardhje është edhe keq me përmen, po nuk kom ku me qu, pa të regu, për shembull e shohën e dje merr pjesë edhe për shembull ish presidentja mojnë pjesë, s'ka pas nevojë me marrë ish presidentja dje pjesësh, normal, s'ka pas nevojë. 2, s'ka pas nevojë, po nëse ka pas nevojë, du më konë në mënyrë të organizuar për luftetarët. Për shembull, kryetari i Prishtinës një 5 autobusa duhet më organizu. Me pas për më unimu. Për shembull, një autobus më konë për luftetarë që s'kan mundësi me pagu, me i qunë në Koshare, me vizitu Koshare. 9 prilin. Sa qenë ka kjo bileta e këtij autobusit për Koshare? Që si pagu ka do të shteti? Mirë, një. O du çdo komunë me organizu një autobus ose 2, mi avon mundësinë edhe qytetarëve me shku me pas pa pagesë, me shku njerë aty është lufta, domthonë bashkimi shqiptar që ka qenë lufta më e mirë djem për të nëonve të botës kanë orë dhe kanë thonë mundin dhe sakrificën për që ditë sotit sot nuk jënë gjendje mi au siguru për shembull. E çka mendoni, domethënë mu se po dalin pak për temës, po thuaj se është e njëjta temë. Çka mendoni për disa njerëz domethënë që po dalin për i fyn figurat domethënë patriotike siç janë për shembull Ramosh Haradinja, e kemi pas rastin para disa dite, dikush ka dalë ka ofendu, edhe e ka kërcënuar publikisht. Çka mendoni ju? Që unë kisha mendu kështu, kur gjë nuk ndodh, ajo është menduria që ka ndodh, po du më thonë edhe diçka. Kur gjë nuk ndodh, sot për një herë çdo sen. Jo njerëz të pak noshin këtë botë. Jo me dhone. Po nuk është të thonë që duhet me shajt. Po në këtë njërën sot unë jam në revolt, pse unë mas me marr pjesë në Koshare, me shku Vjosa ose me shku Ramushi. Qa ka me lyp Ramushi në Koshare? Në pët, mos ma, je ka me përzin tema. Pse me shku Ramosh Haradini në Koshare? Kur Ramosh Haradini din si pjesëtarët e Ramosh Haradinit i kanë qujtë ushtarët e Kosharës se sa kur që punë atyne. Unë më konë ka mytna, në të konë në penë, për këtu që më konë ka mytna, me njerëz të Ramosh Haradinit që kanë thonë ju në Kosharë një 2 jave, kur që së puna juve, edhe jeni me Rogovën. Qa ke sot me bojnë elektorat në Kosharë, Ramosh të piska, qa ke? Ramushi, Predja, një. Tja ke thonë një më këthy, për shka bëj Ramushi. Po tash duhet me bojnë një mirë. Këto shami, këto sene që ndodhin tash. A mos valin hinë gjuna këta me qiftin tem. Me njesë ku mos asmojni. Jenë hinë gjuna, ngo. Kanë më ndodhë shami, ka më ndodhë vrasje, ka më ndodhë gjithka që më ndorina. Se e kanë devalvu, në ljerë, e ka devalvu. 40.000 veteranë të rreshëm jënë duka gjenë. 20.000 invalid jënë të rreshëm. Në lë burë mësë më këtë përgjegjen. Ti pëmbron ato që e ka shohë. Konë pëmbrojën? Ato që e ka shohë. Jo, nuk im nga mbrojë ato se përshonë. Po këta e në hinë akt me neve. Qështë bo une me 10 shokët mi, mas më pas mundësina me bisedu, për mas më mujtë më shkute në Koshare, me përjetu thymin e kufinit, bashkimin shqiptarë, sakrifizën teme, me morë familjen teme, s'ko mundësi. Po s'ka hinë Ramushi në hak me tishë, besoj që... Ramushi hinë hak me gjësët atjetë. Pqysh, të pse mas mi shojt ta? Që une për shambull, nuk po du me shojt gjatë një, për tjetër një. Për tjetër një. Pa ka që më gjuna, fëmija jam mas më marë pjesë. Më breveturë në Koshare, shty ka baba i kalon fëmijën e kënë në rrugë. I ka shqit bizneset. E s'ne për isti ma i miri. Sot mas më pas mundësi më shku me familje une në Koshare. Po kjo të merrej. Shka pun folë për vrasje. Këta pun me një e në të shërë. Pej lufte e dhe sot 27 vite gati përshkojnë. 27 vite kanë vjellë, kanë poshë gjithë ka shmendorina, tash të jo përshojnë. Tash përdo më nëzërë ti mu morala, tash s'kish ka me lypë morala, s'pe me e. Si luftetar, unë jam i, pse kom thirë në ty, bo ma që të mirë për në në emision. Kër unë o turp me folë, sot në si më konë të uknjosh, unë e thmin, emnin ja ka vojzë e ime Koshare. Bravo, të rëtëritje. Jo, në përpit, shka të më hone ja, se pse duar të rëtëritje. Ja ka emnin Koshare. është vajza me 2 fakulteta. Djali e bjen. Edhe unë e foli për historinë e Kosharës, se pse babi e kum hupu në Amerikën, pse i kum hupu pasonine, pse kum në ju pa burre, pse kum boton këtë sakrificje marrë dhe i këtu sot. Minzë si shkolloj, do më honë sot ata
Fëmijën e vetë i qojnë në për këtë shtetet e botë, se i shkolloj ka dujnë, e kanë po biznes, e kanë po gjithçka, e qifti jam me ujtë, sot mos më pas më ciju në më shkute në koshare, me familje, me fizdu, se s'kena mi qitë kaporant të kerrit. Kjo turbi jonë. E ta shti lypë regull për me, una apo shoj, apo aj dikush, veteran të rajshë me kanë mush. A pajtohesh me ato që ka shoha kafi? Po nuk pajtohena me ato. Nuk pajtohena, po unë nuk pajtohena as me këto që me kalon qiftin tem. Unë sot nuk kom libres të ushtrisë. 27 vite s'kom libres të ushtrisë. Për cëllën ushtrije ka folë. Për cëllën ushtrije ka folë. Nëse unë jem luftëtar, e kush muti është për luftëtar në këtë Kosovë mutit? Nëse unë jem luftëtar, kush muti është? Për kënja ka ta më folë ti mu? Kjo është mendori. Unë e njeva ati e më në foli. Oti. Edhe për fe, ne e di mirë në Kosovë shka ka ndodhë. Ne e në konë, para se më konë musliman, ne e në konë ortodoks, ne e në konë. Para se më konë ortodoks, ne e në konë katolik. Ortodoks shqiptar. Në këtë balkonit i kem të regu shka o feja ortodokse. Pe neve i kanë kupju këta. Ne e dim, unë nësme i më konë ma patria se fani ule, as ky. Ne e në jem shqiptar. Ne e ki kishën aty të kamaru Miloševiqi. Ne o duf më shku me hi madhe i vogël në kishë aty. Ne shqiptar, të kejt me hi. E mi thonë, s'ka nevoj ju sep ma këtu me hi, po me ndaj shkishën tonë, e me hi në shqiptarët aty. Pse? Jo kishë rusë është, nuk është kishë rusë, as greke. Se na edhe arabin, edhe musliman që jena në nuk jem shqiptacion arab. Do më onë edhe fenë muslimone që kem, e kem të imponume për arabia. Po dhe fenë katolike kem, për Rome kem. Do më onë asisens kem tonë që kanë një shpitonën. Nuk ka nevoj ti me më tregu me më shëjtë moral, nështë i pagu me para e leper, me dalë me shëjtë ramushin. Kjo është problemi. Unë e 2 euro me a pas bësh dikuj, 2 euro. Nuk u zë me dalë në qender, se më thëtë mus, s'milja 2 euro, qeni, i mrapsht, 2 euro me a pas bësh. Ja këta miliona, veteran të rajshëm, njës të gjdukun, njës gjithë shka kanë bo këta. Për shka përshka në këshova ti? Qështë është dhe mëshme? Nuk mund është i pej, më mështi mu, këthuj mu për zërë. Qka me ndoni, se hinë të dyshysh me vrot me ne, qka me ndoni me për kishën auto që fole të Kosovës? Po kishën që, unë për shambull, se më falë profi mje kesh, po unë do sene i foli pak ma nyshe. Tash po më zërë për kësaj temës, ne e shumë edhe mëshme, po për dalë edhe në kjo temë edhe mëshme është. Ti sot e ki kishën në Prishtinë aty, kishën ortodokse që e kanë po sebe. Ajo, si ka thonë, Adem Demoshi e ka pa fuli vjetë modhe. Tha, Milosh Adizanas. Miloshi po punën për neve shqiptare. Pse? Mës në bone represion Miloshi, na kur liris këshim morë. Se na ishim pushtum, ishim alo. Po Miloshi na mërëjët kish neve, sot e kem kishën ortodokse, midis Prishtine. Po, a jem të ndërtu gjamin më të modhe në Balkan? A një autor për njeve, mas me ndërtu dhatë kish me more, me qu aty atin, edhe mas pojë kë profi, mas pojë ti me pranu fene tina, se ti ne edhim se Dërnica 80% kanë qenë ortodoks shqiptar. Ne edhim Dërnica. E këtë i dytja? E kë i dyti, unë e fil, po pune i dyti, po për pes. Se që ka lidhë, që më bënë kanë, në një vla, kom katolik, më gjuni. Gazetoj po katolik. Babën e kom e falë 5 vakte musliman, kohë musliman qanë bona. Për që ashtu e rënë. Edhe unë për të mu po ortodoks, nëse vjen profi heni pare, unë i po na duhet me mush, nëse se mushim prof edhe shto. Nëse se mushim na kishën në Prishtinë, me shqiptar, nëse se mushim kishën në Prishtinë, me shqiptar, në 2-3 vjetë ose 5 vjetë e ashme, me autobusa pe Beogradi, kam jalonë mundësin Evropa, marë më të mush, që të sebë më të mush midisi Prishtinës. Kështu që jo duhet na mja u poshtu kishat. Talon profesor, shka me ndanë? Shiko, ja, unë jam musliman. Po për hirë të kombit në shtaposh? Po për hirë të kombi shqiptar është pej ndërtume si një korporat e 4 komuniteteve fetare. Muslimanëve suni, muslimanëve bektashi, ortodokse dhe katolike. Pa marë parasysh sa përqindja shqiptarëve
hisja atyre në kombin shqiptar është e barabartë, 25%, 25%, 25%. Edhe kombi kosovar është në të njëjtën mënyrë është themelu, është formu edhe ka të njëjtën natyrë si kombi shqiptar. Plus që jemi të njëjtit gjak, gjuhë, e të njëjtës etni, por si konstrukt politik jemi veçantë, se kemi shtetin e veçantë. Por mos me zgjatë në sara, pa i tush. Edhe, shiko, jo, unë kam fejnë time, unë respektoj... Pse për prove, a bën më të ndëprej prove? Vishë dhe imi një sekund. E respektoj hirsin, edhe unë e mendoj... Në të ndëprej prove, një sekund. Kjo që... Po ja, mësë ndërprej, po tash në ndërprej rrujma. Mendoj, kjo vepra ti është shumë patriotike, ma patriotike, ma të se krejt liderve tjerë fetarë, po kësë dhe me thonë që unë du me ndru fejnë. Bravo. Unë kam fejnë time, respektoj ato, respektoj fejnë tjera, respektoj liderët fetarë, respektoj në basë kontributit tyre, dhe me thonë, unë mund të mos të kemë respekt për liderin fetarë të festë të cëllë i takoj. Profesor, se jemi në fond, po mendoj sepse ajo me meritat e tina e gëzën respektin ose jo, por feja është, do më thonë, kur ti beson dogmat të caktuara, e tha ma herë, profesor, mos të zosmi. Po, mos? Nëse i adhetar, edhe dëna dhe në tënë, na kem qenë ortodoks, na prej fesë ortodokse jena bo muslimon, me Turkin marveshje, jena konvertu muslimon. Na, unë vetë pleshti kum dëgju, të në edhe nuda, thëshin, për mu bu katolik na duhet bëhem ortodoks mas pari. Ti din mirë, na për... Po mirë. Profi, na për nëse dojna me pështu këtë ven, na edhe me... Pse, shka është të keqe ajo kish, t'ja morim serbëve, me stjalon më shku serbë mu mush aty, po t'him na shqiptar të blokujmë atë kish. Edhe kem aty, e nuk pi vetim na ata heq, po mushëm kishat tash ku po, nalë ku po bazona. Se profi Kallaja ish me full, për nuk shiten. Go, 60.000 shpijune e kinë Kosovë, 60.000 shpijune e kinë Kosovë. 300.000 shqiptare kanë në shtetësin sebe. 10 komandon dhe një drenisës mëaj që e kanë në shtetësin sebe që i kanë. 10 komandon dhe jonë me emna, e mënin, që i thonë vetës që i kanë në shtetësin sebe. E 300.000 shqiptarë si kanë në shtetësin sebe, pse mos më shku na, edhe kryetari PS që është, që shkon japuth, ati i popit, më në vendë si më japuth tina dhe mu. Durën? Po, jo, durën a s'ka lidhën, a për durën pa të mlofin. Po? Më japuth tina, edhe më ardhë mu konvertu kryetari PS, ma i pari, më ardhë me disa politikanë që shkojnë për medje që punojnë për Serbi, s'ka nevojë le të punojnë për atin tonë. Kush punon për Serbi? Për Serbi, a? Kënë për kishe më ta përmen. Se pedi se kishe... Jo, po mje, ti përmeni 10 media. 60.000 shpijuna. Edhe shtania si folin për të mirën e Serbisë, po njërët për të mirën e Serbisë. Na duhet him e kem njerën që na përjnë... E vërdet, përmeni mediat, kush punon për Serbisë? Për ti përmeni, kush punon? Po ti për të më ndalu të një mësë mujtë më shkun tjetë media, që më buar ka të yti, jone. Kush punon? Hajde, kush punon për Serbisë? Ti të rëmëzere... Ja, mësë punon edhe ti sigur? Ja. Ata ti që të ishë mori thos me por edhe... Më kanë të regu se ti më gjelon mu, edhe pa media më gjelon edhe pa njerës, se tu mu një une, fëndejt shumë që ma dhe mundësi. Po të rëpësha më veti mu për të shka që nuk e hanë pëzari. E qka me ndani shkurtimisht, mus, se kem të vull ma erët, i pëtoj bidimes, për vjosën edhe për Albini. Një përgjigje. Shiko. Mësa zotë, profesorina më patriot shqiptar, edhe patriot i Kosovës, unë është me qenë edhe të qenë musliman, edhe të qenë katolik, nuk diskutuet, edhe të qenë ortodoks, kjo nuk varet se cilat rritet ti indjek, për me konë patriotët se jo. Për me qenë patriot, më thonë sa përkushtohë është vendit tanë, çfarë kontributi jep për vendin tanë, sa jenë gjeni me sakrifiku për vendin tanë, e vërtet. Çfarë të banë patriot ose jo. Ja, pse për mashtra njërin, ti dhe ishtash besedje të e mashtru njërin. Po, jeti full, fjallë të mla, gjonja me përkra jo. Jo, nëse, profi, nëse ti donë me përkra këto,
me se mashtronin jenë, me ne vetë i dyti kërë. Po s'vidon Musa Smojli, ty edhe mu. Bime, bet, me s'ta mashtrojmë. Ti, une, tonë t'i bashkohem me t'i nëzojmë kisha tona e unë këtu. Nuk i kanë arë se bis të kisha, se sebin e dim nga vjen. Këta e në Shqiptar, 70% Serbia, 70% Serbia ortodoks shqiptar jonë. Po, Mo, 80% në ju Drenica, ortodoks shqiptar. Sa është i Drenica, Mitrovicës është? Po, Drenica më e Mitrovicës, për qasi është kë, vësi jonë falca jonë. Jo, unë jam... Vallaj falsi e, edhe se në gosh mëslimon ti, jara bil mu, a i zëtë ma thef qafën. Sa baba jem, 5 bok ti falë mëslimon zështë. Thash ma herët për Vjosa Osmani në Albin Kurti, qka me ndoni jo që... Po, unë e mendoj, Vjosa Osmani është një tratare, është një kokush i hish, unë jam ai Musa Smojli që të kalzoj pse, se me shemuj e me këso spjegot edhe libri shenjë. Vjosa Osmani, që ta është për 10 veti i ka shpall edhe i ka dekoru në Dallas, Texas, i ka dekoru me menjuje. Ata e në meritur, po nëse duhet me edhon dikuj dekorat, edhe menjuje duhet me edhon Musa Smojli, se heroj kumbit jam, se kum leon grunet min rrug, kum shqit bizneset, ata vish ka ndonë lek. Po kjo është karieriste, është shërë parëve interëzgji, femën ma pa lidhje, nga. Shë se ajo kur më marën për shtetë? Unë Alburti, unë je Musa Smojli, ajo kur marën për shtetë mas Ti Musa Smojli, kur të vjen akuzat... Cila akuz? Akuza për Jo bre burë dhe më s'ki gale se një, ato janë një burë një krejt. Një gëshëm i 5 më dollë. Unë jam ai se kum zgjedhë Vjosa Osmanin. Kër e ngeshin zhaklit e keja qitën si përqavre qitën. Ta është i tratarja dhe mu po kështë zjam. Unë të kum po unë presidente. Unë të kum po presidente. Me familje me kejtë kum përkra. I na tratoj. Pse, më se tratut, jo? Na tratoj njeve. Jo na tratoj. Se lujën e shtrigave lujti. Mas pojë Musa Smojli në duh me dekoru. Me menjue e presidentja se jam nishi. Se e kom dhonë familjen, i kom leon në rrugë, i kom qitë. I kom leon të minë pa babë, i kom qitë bizneset. E ajo s'ka bu ku gjo, vish ka vjedhë, ku gjo. Janë gjo posëninë saj, janë gjo burën, janë gjo kretë. Te ke funit nga mosu ka mandim mu për karakter njëzve. Të një po thu pse ka shajt, po a di mërde i një bot pa dërushëm, pa të lërushëm, i një bo lup mi shpall juve. Mua? Po edhe ty, televizionet e kejtë. I bo kejtë pa dërushëm, edhe profin e. Po, e për peshkopi, qka me ndonë? Që ma kë peshkopi njështë kejni kej bëni. Nëse kë e në rënë, nëse ti sot boshë të dëshë, unë jemi dyti. Jo, nuk bo. E, vallaj ka bo, bro. Peshkar, qka me ndoni për Musa Smojli? Gjdo respekt për Unë kam respekt, kemi pasur një emision para disa kohësh bashkë. Edhe kemi dalë një foto edhe i kërkova leje për snajperin, që ose mund ta mbaja për një foto. Dhe kur shikoj të nesërmen, ajo fotoja ime kështë marrë dhenë në për portalet serbe. Vërtet. Prifti nacionalist që kërkon të vrasi serbët. Dërko që unë s'kisha përmënd kur as vrasja... E që kohaj patriarkë profili se e ka regjia dhe një video më duket se ja këm dërgu. E ka një video, a është patriarkë profili? I Serbis. Po. Srbija pridaje veliki značaj zaštiti svog kulturnog i verskog nasleđa na Kosovu. Postupci povezani sa Nikolom Đufkom izazvali su zabrinutost i treba da se rešavaju mirno i u skladu sa zakonom. Profesor? Që thot? A tha, kjo Nikola Gjufka ka shkaktue një brengosi shumë të madhe për vendin tonë dhe kjo çështje duhet të zgjidhet në konform ligjit edhe në mënyrë paqësore. Thjesht e vërtetoj atë që unë e thash në fillim që konsiderojnë si rrezik, domethënë sepse ata presin që në mos në një tardhme, domethënë, po dhe hiç edhe nëse nuk ndodh kurrë që më ia marr ndaj kisha ndaj manastir, po vetë faktin që Kosova ka kishën e vet autocefale, ajo tregon që Kosova nuk është Serbi. Ja, vërtet. Ja, domethënë se Kosovë është Kosovë. Edhe kjo godet, kjo vret. Prandaj edhe unë prapë shfrytëzoj rastin me apelu tek kryeministri, tek presidentja, edhe tek liderët e tjerë fetar, me pas të parasysh edhe me dhonë vendin meritor
kishës autoqefale shqiptar. Dikur kjo kishë ka mu njoft, Po. edhe për kishëve tjera, madje dikur ka mu njoft edhe për kishë sërbe, që tash duket e pa imagjinueshme, por do tjetë Po. si ka ardhë kisha Macedone që u njoft më në fund për kishë sërbe që su njoft që 100 vjetë, ka më njoft edhe Po, kisha të Kosovës. Se jem të gutë. Unë nuk e kisha dëgjuar këtë videon, po të ashti që po e dëgjoj, mua nuk më shqetëson fare, do më thëmë, po besoj që edhe patriarku në Serbisë nuk është se unë e shqetësoj kaq shumë, ndoshta veprimtaria e kishës Kosovës mund të shqetësoj, por nuk besoj që Nikola Xhufka mund të shqetësoj një shtet të tërë. Megjithatë, unë mendoj që kjo çështja e kishës në Kosovë nuk ka zgjidhje tjetër, përveç se prona të shkoj tek i Zoti. Pajtohesh do më thonë me Musa Smoldin, a? Po, pajtohem, prona duhet shkoj tek i Zoti, ne duhet i rimarim kisha dhe manastiret, se këtë nuk e them unë që manastiri i Deçanit ka qenë shqiptar, e thot historia. Thashti ti nëse do ta kundërshtosh këtë, shko kundërshto historian. Dhe gjëja tjetër që kisha ortodokse autoqefale e Kosovës është një institucion fetar, ligjor. Dhe ne nuk mund të zaptojmë. Po. Pra të shkojmë me forcë ose me dhunë ose me grumbull besimtarësh. Besimtarët janë dele të Perëndis, nuk janë ujqër të djallit që mund të hynë me dhunë ose Ja, me qef. Dakor. Por ne jemi simbas ligjit. Po. Dhe një gjë tjetër ndjes që Po. Pa problem, zgat e sot më tash në orë të rryma. Po. Ne se erdhëm tek sukseset e kishës, në datën 20 prill, kisha jon edhe ju Sadri jeni ftuar zyrtarisht, feston 1 vjetorin e themelimit të saj. Këtë 1 vjetor ne kemi vendosur ta festojmë duke bërë një simpozium për të folur për ortodoksin e Kosovës. Po. Edhe ju ftoj të gjithëve. Faleminderit shumë. Musa, çka ki për fund? Para se më ftuaj kam 2 këngëtarë të jashtëzakonshëm. A pembror në Peshkupin, a i në gjendje i gatshëm e mbrojt? Peshkupin e mbroj, suko ku mbrojt Kosovën me armë, e mbroj Peshkupin edhe let na prind veshpawar provi, mu bon, me mu, me mprej Drenica, e me mu mush Daot e Moka, e mu mush e kujtoj pes, e me ardhe me hi aty në kishën, e me rregullu Albin Kurti, se Albin Kurti ortodoks shqiptar është edhe Albin Kurti. Këtë, po ortodoks shqiptar janë, leti e këtë punën e festa, këta kalzojnë këtë. Ma këtë mu musha të kishat, e mi thonë se për s'kini nevoj mardheq, se e ju në ashtë. Jena mangat s'tu, na, po. E ju në ashtë. Edhe feja muslimoni në kërte, e jemi, a vjen beja, a bije vjen. Po. E jemi minutat fundit, ju në falenderoj shumë, e kemi një diçka një surprizë interesante për fund, se falem shumë për prezidentin, ish prezidentin Vjusa Osmani edhe Albin Kurtin, po nashta ju ka rronë me po një duet jashtëzakonshëm 2 këngëtarëve, sonte i kemi ftuar është Heta bashkë me Mizën edhe i ftoj me darë tërkitje. Vjusa Osmani edhe Albin Kurtin. Mosu ban vjoska e qekeqe, se unë bona presidente, ja ke nisë me mëshu për peni, si e të më shku bash mirë për peni. Mos mirë njo se zemër e keq, tin kraten jardën pushtet, ishe me të rrugve tu sjem, tash u bone Ke harru fjallë që shion kon, nuk e di mo qka po don, ti në fillim mire ke dit, sa ma largë me Amerike. Që sa vjetë sen s'ke qitë ndridi, veç me gjipa jeshetit, ka jeshku veç ke përqa, oh një pun të hajrit se ke bo.
As ti kesh nuk e kelon, zi e tër tu i thon përkon. Vin luksor dhe shkove bleve, Turki u bone manikene. Rojën e plot bashki me komtar, Andrat Moskën Beograd, Parashkive si lesh but, Me vlasni bohesh luane. Shka dush thuj për bardi hova, Prapum throsin Albin Boba, Dale rejve që 2 dakika, Tysni monas Amerika. O tu i rejt jo keme syt, Po krejt në fushko me ti qit, Ato plane që i hartove, Për marrë veshjet në dëm të Kosovës. Tuan ku sherife me te jo s'boj mo presidente, E mashtrojnë të diasporën, Prap synoj me mor fitore. Me kastan? Jo po duket. Edhe jeta, faleminderit shumë. Improvizim kjo, se e kinojnë aty me kanë më shumë instrumente, kështu. Po, normal. Po, Faleminderit shumë. Qështu si si amateur. Çto në mikrofon pjamar. Çto ndane. Qëto së është tepër. Problemi që unë si jema bashkëmjeshtër i fortë çift e lia, po Hajtë, sa me thonë. Pëndyshe, jeta dhe mizja, jeni diçka me zvete jo, Koleg. veç koleg. Do më thonë kur që si në me zvete. veç Ylmizja është nga Prizreni. Prizreni e martunë në Drenicën. Drenicë. Unë jam prej Gollaku, jetoj tash në Evali. Koleg jeni? Po, Koleg, koleg. po. Të mirë? Po. Besoj që po. Na e kohën kur t'i fitan Albini zgjedhjet? Po ta e Po këshyrën na kemi shumë duete tash e këshyrim. Pare dhe, po që Se kjo kem kom pa. jetë munalë. A ban me ditë kush e ka shkruar tekstin? Po tekstin e kom shkruar unë pak. E tem kushi? Matoshi. E tem Matushi. Ju lutem me mos keni punu, vetëm kanë thirrë si E gjëna. orkestrimin ato, nëse s'ka bëj ka Po bon. pesimin studio Lume. Hysnik Linaku, a bravo, e përshëndes me Hysin. E përshëndesim. Është i jashtëzakonshëm. Hysi, Faleminderit shumë, bravo, meriton. faleminderit. Musa ki 2 fjalë më thon për këtë kohë. Për këtë kohë, Vjusa Osmani dhe Albin Kurdi kanë. po Albinin pak ma minut. Pak vjosa u ka zëmë pas hajtë Albinin, po okej. Faleminderit që ishi Ju sonte, bravo, i faleminderit bravo, shumë. Edhe pse kanë kushte të jashtëzakonshme. Gëzuar Pashkën. Gëzua bashkë. Faleminderit shumë prof. Faleminderit. Shkop, faleminderit. Prof, respekti. Faleminderit, po faleminderit. Elmize faleminderit. Faleminderit. Faleminderit dhe shikuesve që na ndjekën natën e mirë, kaq të personë të shihemi javë tjera, sigurisht.